Muaji mujor i korrikut për binjakët. Ky muaj e nis me një fokus të thellë të siguria dhe qëndrueshmëria binjak. Me diellin që lëviz në shenjën e gafores, vëmendja jote zhvendoset nga liria dhe shoqëria drejt financave dhe vlerave personale. Pyet veten, apo kursen mjaftueshëm? Apo shpenzon më shumë se sa duhet? Apo punon aq sa duhet apo ndoshta po lodhesh përtej kufirit gjatë javëve në vijim, do të jesh në një proces të brendshëm balancimi. Mund të përballesh me vendime të rëndësishme për buxhetin tënd, që nga blerje të mëdha e deri te mundësi për të aplikuar për një punë të re apo për të pranuar një rritje në detyrë apo në pagë. Ndërkohë, po zhvillon edhe më shumë aftësitë e tua, ato që nuk shihen menjëherë, por që të bëjnë të shkëlqesh në punën dhe jetën tënde të përditshme. Por momenti më i veçantë vjen më 4 korrik, kur Venusi, planeti i dashurisë dhe bukurisë, hyn në shenjën tënde. Ti bëhesh i preferuar i universit. Rrezaton një energji të veçantë dhe njerëzit e ndjejnë praninë tënde ndryshe. Ky është një moment ku marrëdhëniet përmirësohen, miqësitë forcohen dhe dashuritë lulëzojnë. Mund të ndjesh një nevojë të fuqishme për të shprehur veten përmes stilit, ndoshta vendos të bësh një ndryshim drastik në pamjen tënde, një prerje flokësh të guximshme. Apo edhe një tatuazh që përfaqëson një kthes të rëndësishme në jetën tënde, por surprizat nuk ndalen këtu. Më 7 korrik, Urani, planeti i ndryshimeve të papritura, hyn në shenjën tënde dhe gjithçka mund të përmbyset. Kjo lëvizje e fuqishme astrologjike nuk është për t'u nënvlerësuar, ajo do të ndikojë në jetën tënde për disa vite me radhë. Mund të ndihesh sikur po lë pas një identitet të vjetër dhe po rizbulon veten nga e para. Këto janë vite ku do të mësohesh të mos trembesh nga ndërrimi i drejtimit, qoftë në karrierë, në marrëdhënie apo në mënyrën se si e sheh veten. Vendimet që do të marrësh mund të duken të çuditshme të tjerëve, por thellë brenda vetes ti e di që po bëhesh gjithnjë më autentik. Është një periudhë ku nuk do të ndjekësh më skenar të gatshëm, tani po shkruan historinë tënde, me guxim, me gabime, me rritje, por gjithnjë me sinqeritet ndaj vetes. Më 10 korrik. Hëna e plot në bricjap sjell kulmin e një situate financiare. Mund të jetë koha kur shlyen një borxh të vjetër, aplikon për një kartë të re krediti apo ndoshta diskuton me partnerin për burimet tuaja të përbashkëta, qoftë partner në jetë apo në biznes. Por kjo hënë nuk ndikon vetëm te llogaritë bankare, ajo të fton të ballafaqohesh me frikërat që ke shmangur prej kohësh. Disa shqetësime të brendshme mund të dalin në sipërfaqe, por kjo është një shenjë e mirë. Je gati të shërohesh, të çlirohesh nga pesha që se ke ditur se e mbaje. Më 12 korrik, Saturni fillon lëvizjen retrograde në shenjën e Dashit, duke të vënë përballë pyetjeve të mëdha për qëllimet dhe rrugën që po ndjek. Ndoshta diçka që ke ndërtuar me mund, një projekt, një ëndër, një objektiv afatgjatë, papritur nis të duket i zbrazët ose pa kuptim. Kjo s'do të thotë që ke dështuar, do të thotë që po ndryshon. Ti je duke u pjekur, dhe me pjekurinë vjen edhe kuptimi i thellë se koha dhe energjia jote janë të shenjta. Ndoshta është koha për të vënë kufi të rinj. Sidomos në rrethin e miqve, jo gjithkush meriton qasjen në zemrën dhe vizionin tënd. Më 17 korrik, kur Merkuri fillon të ecë prapa në shenjën e Luanit, konfuzioni nuk do të mungojë. Mund të përballesh me probleme teknologjike, vonesa në udhëtime, keqkuptime në komunikim dhe sigurisht gafat klasike me mesazhe apo emaile që nuk duhet të dërgoheshin. Por përtej kësaj vorbulle kaosi, Merkuri retrograd gjithashtu të fton të rishikosh një kapitull të kaluar. Marrëdhëniet me vëllezërit, motrat apo të afërmit mund të kërkojnë më shumë vëmendje dhe durim, ndoshta është koha për të zgjidhur çështje që janë lënë pezull prej kohësh. Ndërkohë, mund të rikthehesh te një temë apo hobi që dikur të mbushte me gëzim, por që e ke lënë pas dore. Kjo rikthesë nuk është thjesht nostalgji, është një kujtesë e asaj që je në thelb. Kujto veten çfarë të frymëzon, çfarë të ndriçon zemrën. Nga 22 korriku, kur dielli hyn në shenjën e Luanit, ndjen një dëshirë të thellë për të shprehur veten pa filtra. Është një kohë e artë për të nxjerrë në pah mendimet, idetë dhe ndjenjat e tua përmes fjalës së shkruar apo të folur.
Mund të jetë momenti ideal për të rifilluar ditarin, për të punuar në një projekt krijues apo për të shpërndar historinë tënde me të tjerët. Njëkohësisht, jeta jote sociale gjallërohet, takime, udhëtime të shkurtra dhe ftesa nga miq mund të të mbajnë të zënë dhe të ngazëllyer gjatë javëve në vijim. Hëna e re në luan më 24 korrik ndes një dritë të re mbi mendjen dhe zemrën tënde. Një ide e re mund të të mbërthej papritur, një projekt, një mundësi, një ëndër që mezi pret të konkretizohet. Nuk është thjesht një fillim i ri, është një rikthim tek vetja, tek zëri yt i brendshëm. Kjo është koha kur fjalët e tua marrin peshë dhe ndikim. Mund të shfaqen mundësi të reja për bashkëpunime, kontrata apo projekte që të japin hapësirën të ndriçosh. Më 30 korrik, Venusi kalon në shenjën e Gafores. Dhe ti fillon të ndihesh më i sigurt financiarisht. Mund të marrësh lajme për një rritje page, një promovim, apo thjesht ndihesh më i qartë për vlerën që sjell në boll. Është një kohë e mirë për të kërkuar shpërblimin që e di se e meriton, ose për të hedhur hapin drejt një pune që ëndërron prej kohësh. Ky pozicion i Venusit të kujton se pasuria nuk është vetëm ajo që ka të bëjë me para. Ajo është edhe respekti, dashuria dhe vlerësimi që të tjerët të japin, dhe që ti mëson t'i japësh vetes. Ti je duke jetuar sipas vlerave të tua, jo vetëm duke i predikuar. Çdo hap që bën është më i vetëdijshëm, më i përmbushur dhe më i qëllimshëm.